pash të binte nga qielli. Një nga deklaratat më tronditëse të Jezusit që e bën më shumë se sa një profet, më shumë se sa një mësues është pikërisht kjo. Në një nga momentet më të rëndësishme ai thot ndjekësve të tij: "Shiko, thot, unë e shikoja Satanin që po binte nga qielli si një rufe." Vinë re në fakt. Nuk thot kam dëgjuar që Satani më duket se ra nga qielli, ose më kanë pas thënë dikur që Satani ka ra nga qielli, por thot e shikoja, thot, Satanin që po binte nga qielli si një rufe. Nëse një person i zakonshëm do ta thoshte këtë, në fakt ne do mendonim se është i çmendur ose po gënjen, sepse asnjëri nuk ka ekzistuar kur kjo ngjarje ndodhi. Atëherë si është e mundur kjo? Kjo deklarat na lë me vetëm tre mundësi në fakt: ose Jezusi ishte i çmendur, por askush në kohën e tij nuk e akuzoi për marrëzi, ose ishte një gënjeshtar, por ai jetoi një jetë me integritet përsosur as armiqtë e tij nuk mund t'i gjenin një faj. Ose Jezusi është Zoti i përjetshëm, i gjithdijshëm dhe i pranishëm në çdo kohë. Ai e pa me sytë e tij rrëzimin e Satanit sepse ishte aty kur ndodhi. Vetëm kjo ngjarje në fakt mjafton mos ta quajmë Jezusin vetëm një mësues i mirë ose vetëm një profet, sepse ai nuk na e jep këtë mundësi. Ose është një mashtrues, ose një i çmendur, ose është Zoti vetë. Por ja ku vjen pyetja e madhe në fakt, po sikur Jezusi të jetë vërtet Zoti dhe ti e ke injoruar gjithë këtë kohë, mos e lër për më vonë. Nëse Jezusi thot vërtetën, atëherë kjo është gjëja më e rëndësishme në jetën tënde. Si mendon? Kush është Jezusi për ty? Komento më poshtë. Zoti të bekoft.